قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز منا الدماء يا شبابا قد أناب وإلى الله استجاب. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falja e namazit të Bajramit. Namazi i Bajramit është wajib, obligim i domosdoshëm për çdo musliman. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar rëndësi të veçantë duke i urdhëruar muslimanët që të falin këtë namaz. Koha e namazit të Bajramit fillon me ngritjen e diellit nga horizonti sa një shtiz, derisa të arrijë në zenit. Namazi i Bajramit ka 2 rekate dhe dallon prej namazve tjera për nga mënyra e faljes. Në rekatin e parë, pas tekbirit fillestar, merren 7 tekbire. Mandej lexohet surja Fatiha dhe ndonjë sure tjetër. Preferohet të lexohet surja A'la ose Qaf. Pas plotësimit të rukus dhe sejdës së rekatit të parë, ngrihet për në rekatin e dytë dhe me njëherë merren 5 tekbire, pas të cilve lexohet Fatiha dhe ndonjë sure tjetër. Preferohet leximi i sures Ghashiyeh ose Qamar. Më pas shkohet në ruku dhe sejdë e kështu përfundon namazi. Përgatitja për festën e Bajramit. Nga elementet e përgatitjes për festën e Bajramit janë larja e trupit, të stolisurit me rroba të bukura, ngrënia e hurmave para daljes për të falur namazin e Bajramit, shkuarja herët në xhami për të falur namazin e Bajramit, shkuarja në këmbë për në xhami, ndërrimi i rrugës në shkuarje dhe kthimi nga xhamia. Gabimet që bëhen në këtë festë. Shumë njerëz, duke mos i ditur rregullat që kanë të bëjnë me festën e Bajramit, bien në gabime. Agjërimi i ditës së Bajramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar këtë vepër, siç transmetohet nga Ebu Seid el-Hudri, Buhariu dhe Muslimi. Mos pjesëmarrja e grave në faljen e namazit të Bajramit, duke pasur parasysh faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që gratë të falin këtë namaz. Mos dhënia rëndësi këshillimit të grave në hutben e Bajramit. Caktimi i vizitimit të varrezave ditën e Bajramit. Kjo vepër bie në kundërshtim me praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shqiptimi i tekbirëve bashkërisht. Gjithashtu, kjo është në kundërshtim me praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gëzimi për shkak të kalimit të muajit të Ramazanit dhe kthimi i jetës së shfrenuar. Kjo nuk gjendet përveç se tek ata të cilëve Allahu subhanahu wa ta'ala ua ka vullosur zemrat në mëkate pas mbarimit të festës. Prej shenjave të pranimit të adhurimit është vazhdimi i bamirësisë pas çdo vepre të mirë. Të parët tanë, Allahu i mëshiroft, gjithmonë janë përpjekur që adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala ta përkryejnë. Janë kujdesur që veprat e tyre të jenë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e me këtë të jetë e pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Omeri radiallahu anhu thot, që të pranohet një vepër e imja tek Allahu subhanahu wa ta'ala është më mirë për mua se sa tërbota. Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala e lusim që t'i drejtoj muslimanët në rrugë të drejtë, t'i bëj ato prej atyre që e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij.
ajete dhe hadithe mbi Bajramin. Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu, i cili thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medine dhe gjeti njerëz duke festuar 2 ditë të caktuara. Ai pyeti: çfarë janë këto 2 ditë? Ata u përgjigjen: në periudhën e ignorancës, këto ditë ishin festa për ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu u azëvendësoi me 2 ditë më të mira, me Kurban Bajramin dhe Fitr Bajramin. Transmetohet nga Ebu Dauti, Nesaiu, Ahmedi. Hadithi është sahih. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kuranin famëlar thot: ka shpëtuar ai që është pastruar, që përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet. A'la 14:15. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. Kauther ajeti 2. Ummu Atije thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëronte edhe gratë që të dalin dhe të falin namazin e Bajramit. Buhariu dhe Muslimi. Ibn Qayyimi rahimatullah thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vononte namazin e Fitr Bajramit dhe shpejtonte namazin e Kurban Bajramit. E Ibn Omeri, për shkak të përkujdesjes së tij të madhe në pastimin e synetit, nuk dilte në namaz derisa të linte dielli. Transmeton Nafiu nga Ibn Omeri radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lahej ditën e Bajramit para se të shkoj në xhami. Transmeton Bejhakiu dhe Maliku. Hadithi është i vërtet. Transmeton Xhabiri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur një xhybe të veçantë që e ka veshur në 2 Bajramet dhe në xhuma. Transmeton Ibn Huzeime në Sahihun e tij. Enesi radiallahu anhu thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të shkoj për të falur namazin e Bajramit hante hurma. Aliu radiallahu anhu thot: prej sunetit është shkuarja në xhami për të falur namazin e Bajramit në këmbë.